Shqipëria po evidentohet gjithnjë më shpesh si një ndër destinacionet më të përballueshme dhe tërheqëse të mesdheut. Në një artikull të botuar së fundmi në të përditshmen gjermane Merkur.de, autorja Zige Betja përshkruan vendin si një perlë natyrore, ku në listën e atraksioneve bëjnë pjesë edhe Shkodra me thethin. Ato zë një vend të rëndësishëm në guidën e udhëtimit. Shkodra, qyteti i lashtë në veriperëndim të vendit, përshkruhet si një nga pikat më tërheqëse për turistët që kërkojnë kulturën, natyrën dhe historinë. Kalaja e Rozafës, pozicioni pranë liçenit dhe afërsia me Alpet shqiptare e bëjnë atë një piknisje ideale për eksploruesit. Një tjetër përvojë unike është udhëtimi me tragjet në liçenin e Komanit, që përshkruhet si fjordet shqiptare fal peizazheve manitse. Nga Shkodra nis edhe aventura drejt Thethit, një nga perlat më të çmuara të turizmit malor shqiptar. Thethi, i vendosur në zemër të Alpeve, ofron shtigje ecje si ai drejt Valbonës apo Syri i Kaltër, duke kaluar përmes ujvarave dhe luginave të egra. Artikulli thekson se ecja në këtë zonë zgjat 6 deri në 8 orë dhe është një nga përvojat më tërheqëse për turistët e huaj, ndërsa Shqipëria po citohet në listat e destinacioneve më të preferuara në Europë. Shkodra dhe Thethi po kthehen në simbole të një turizmi të qëndrueshëm dhe natyror, që ruan autenticitetin dhe bukurinë e virgjër.